por qoftë edhe në foltoren e parë që zhvilloi zoti Berisha dhe fakti që është këtu, po themi, tregon një lloj mbështetje të këtij të fundit për takimin e thirrur nga zoti Saliani dhe po ashtu ka shprehur edhe në rrjetet sociale një lloj mbështetje duke ftuar demokratët që të jenë pjesë e këtij takimi, ndërsa po ashtu kam arritur të shquaj pak më herët edhe zotin Ndrec Pjetri, i cili është kandidati më i votuar i Partisë Agrare Ambientaliste në zgjedhjet e 11 majit. Në këto momente është edhe zoti Saliani që sapo ka mbërritur për të qenë pjesë e takimit ditën e sotme me strukturat e Partisë Demokratike. Zoti Luan Hoti, pas ti zoti Burgia, Hysen Kadiu, më i votuar i primareve në qarkun e Tiranës, janë ndër figurat kryesore që i bashkohen Ervin Salianit në protestën, në takimin e ditës së sotme, në foltoren e parë që ai thërret sot. Po vjen të qëndrojmë pak çaste edhe me pamje të drejtë për drejta, sigurisht edhe kolegja Daniela Maloku e theksojnë në këtë çast në takim të parë të thirrur nga Saliani pikërisht me qytetarët e Durrësit, na ndihmon operatori me pamje në kuadër edhe të mundësisë që kanë në këtë çast, në këtë takim të mbajtur në qytetin e Durrësit, pikërisht në një përmbledhje, po themi kështu, diskutimesh dhe idesh të demokratëve, të cilët në një farë forme janë të pakënaqur nga leadershipi i zotit Berisha dhe që në këtë çast janë bashkuar në lëvizjen e zotit Saliani dhe disa figurave të tjera pikërisht për të dhënë mendimin e tyre në kuadër të një reformimi ose ringritje të partisë. Janë pamje të drejtë për drejtë që na vijnë nga ky aktivitet, shohim zotin Saliani në këtë çast të shoqëruar nga disa prej figurave të tjera të rëndësishëm edhe në Durrës, theksoi kolegja Maloku që po takohet me disa qytetarë të cilët fakt janë pjesë e këtij takimi. Do të jetë një takim që me sa duke do të vijojë të jetë larg vëmendjes së mediave, nëse do të ketë një ndryshim në moment të fundit, padyshim do të transmetojmë së bashku. Kjo është prezenca e demokratëve të cilët mbështesin Ervin Saliani në këtë lëvizje të re. Saliani së bashku me disa figura të tjera të Partisë Demokratike që kanë qenë në fakt më të votuarit e primareve. Janë pamje të drejtë për drejta që na vinë në këtë moment dhe pritet që nga çasti në çast të nis gjithçka. Me sa duket, Daniela, mund të jemi padyshim në skenarin e një mbledhjeje të mbyllur. Pra nuk ka ende asnjë sinjal, flas të mbyllur për mediat, pra nuk ka ende asnjë sinjal konkret që mund ta transmetojmë në mënyrë të drejtë për drejtë gjithçka po ndodh atje. Do të mbetet për të parë nëse do të përlini vetëm pak kohë duhet bëhemi edhe gati në fakt Ermal për të kuptuar edhe ne nëse takimi do të jetë i hapur apo nëse do të jetë një takim që më pas do zhvillohet i mbyllur për mediat. Ndërkohë që vijojnë të qëndrojnë me pamje të drejtë për drejta në kuadër edhe të transmetimit direkt të këtij aktiviteti të parë të mbledhur me demokratët nga thirrja e bërë më herët nga ish-deputeti Saliani së bashku me disa figura të tjera të rëndësishme të kësaj partie. Dritan Burgia është një ndër personazhet që është prezent ku nxjerrët antar Këshilli Bashkiak aktual dhe ish-drejtuesi Degës së Durrësit. Luan Hoti, ish-kreu i PD-s së Degës së Durrësit. Pra janë disa prej emrave që raportohen në këtë çast edhe në kuadër të këtij takimi që kolegët na përcjellim pikërisht në prezencën që kanë bërë në takimin që ata po vijojnë të mbajnë. Sigurisht theksova të iniciuar nga zoti Saliani, por së bashku edhe me Aulon Kalan dhe personazhe të tjerë. Ku padyshim prezencë e këtij takimi janë dhe personazhe të cilët në një farë forme kanë shprehur pakënaqësi ndaj leadershipit të Partisë Demokratike. Përfshim këtu Ndrec Pjetri, ish-kreu i Forumit Rinor të PD-s dhe njerëz kandidat për deputet më i votuar i Partisë Agrare Ambientaliste në zgjedhjet e fundit, sigurisht se theksoi dhe kolegja Maloku, Aulon Kalaja e të tjerë. Pritet që nga çasti në çast të nis pikërisht ky takim që konsiderohet i rëndësishëm për demokratët, por edhe iniciative të brendshme të kësaj force politike për të mësuar më tej dhe hapat e tjerë që pritet të shtrihen disa qytete kryesore të Shqipërisë, sikurse është njoftuar më herët, sikurse edhe kolegja Maloku na ka bërë me dije pikërisht edhe lidhjen, me sa duket nisi dhe jemi ende me pamje të drejtë për drejtë. Të shohim kush më fjalën hapse. Antarë Partisë Demokratike, qytetarë Durrësit, faleminderit që jeni bërë pjesë e diskutimit parë të strukturave të Partisë Demokratike në Degën e Durrësit. Është një
emocioni pa parë ku shikon që gjitha njerëz janë të gatshëm të flasin, të diskutojnë për Partinë Demokratike, për gjitha problemet e saj dhe për mbi të gjitha për Shqipërinë. Faleminderit. Unë jam Oresti Perberi, i ri angazhuar e aktivizuar në Partinë Demokratike, pjesë e strukturave të Forumit Rinor, pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, i angazhuar vitet e fundit në maksimumin tim për të bërë dhe për të kontribuar për një Shqipëri më të mirë, për një Parti Demokratike më të hapur, për një Parti Demokratike më të fortë, për një Parti Demokratike të rinjve dhe të gjitha atyre që e duan atë për bindjet, idealet e tyre të djatha, të hapura dhe për t'i dhënë Shqipërisë një shans qeverisje më të mirë. Në gjithë këto vite që nga viti 2013 dhe deri më sot bën thuajse 12 vite opozit, 12 vite vuajtje, 12 vite